Të shikojmë sinkron njërë është një lutje që mua më afroje Gjinishi për Trumpin dhe ushtrinë. Kush e bën këtë lutje para se ta futim Gjinish? Paula White Kane, po janë përgjithsisht pastor ungjëllor që janë mbledhur në zyrën e valet Trumpit. Amerikanë? Po. Janë me origjinë izraelite, besoj. Jo, janë gjithë Amerikanë, pastor. Ja ta ndjekim lutjen për Trumpin dhe për ushtrinë para Trumpit, se ai e kërkon dhe këti lutën tani. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. Skenë mjaft interesante dhe pa precedent, nuk e kemi parë ndonjëherë Gjinish. Të djathët e bëjnë populiste më duket. E bëjnë këta, të djathët të gjë, djathët ekstreme. Nuk do të ndodhet e Partia Demokratike kur kjo. Doktorit, së do të pranon të doktorit u ati? Jo, morë Partia Demokratike atje. Partia Demokratike atje, ta se the për doktorin tonë këtu, se a i po ju be, bile shikoj kur ta bëj pas brenda një jave ke të bërë aty. Mirë. Pra, qishte kjo lutje Gjinish, si e ke kuptuar ti dhe ti iki ma lutja të futemi një gjera më të rëndësishme? Me gjithse lutjen a i duhet a këtë konsideruar shumë të rëndësishme presidenti Trump. Me sa më kujtohet mua, ndoshta jam i gabuar, është hera parë që edhe të djathët e republikanët ndodh një lutje e tillë në zyrën e valet presidentit, pavarësisht se sekularizmi evropian është ndryshe nga laicizmi evropian. Megjithatë, nëse i referohemi studimeve botës akademike me zëra të gjuhur si Jonathan Fox, Peter Bayer ose George Morrison, ata diskutojnë lidhjen që ka dhe efektin që ka legitimiteti religjioz kur bashkohet me legitimitetin politik. Dhe ky është rasti tipik, besoj unë, kur në zyrën e kreut përfaqësuesit të një shteti lihet me një anë retorika ose diskuri politik dhe zhvendoset me njëherë në diskur religjioz. Ne kemi biseduar bashkë para afro një dekade ku kemi marrë një nga kthyret shqiptar në luftën e Sirisë, qofse kujtohet zoti Rakipi. Po, të gjisha të televizion tjetër. Kujtohet? Se që diti unë kam kaluar në disa televizione. Po. Për plasëm të njëri, këta me thënë, ka thonë, vetet e tjetri. Aty ku mbetemi të pak... S'kanë betur dhe shumë tani të gjallë televizion të tjerë. Dhe po thoja këtë që edhe në atë rast njerëzit besoj se publiku në rëmet ati emisioni kuptoj se çfarë është indoktrinimi religjioz, legjitimimi religjioz, devijimi religjioz. Dhe unë besoj që bien dakord gjithë. Çdo lloj ekstremizmi fetar prodhon po të njëjtin produkt. Në qoftë se është jashtë niveleve politike, ai përfundon nuk është larg mendjes që të përfundojë deri në terrorizëm. Dhe ka raste pafund në të gjithë religionet. Por kur legitimiteti religjioz merr peshë në retorikën politike ose në legitimitetin politik ka një dallim shumë të madh, sepse politikanët tashmë nuk i përcaktojnë armiqt ose aleatët e tyre nisur mbi premisa politike ose interesat përbashkëta, po mbi premisa religjioze. Dhe kjo po ndodh, edhe nëse shikon personalitetet të larta të Departamentit të Shtetit e kanë shtuar retorikën religjioze. Tani që po flasim, ka rreth 600 ankesa të ushtarëve amerikanë të cilët ankohen për retorikën religjioze të komandantëve të tyre gjatë luftës, ku gjithnjë më tepër përdorin fjalën ose përdorin Armagedonin, luftën e shenjtë, sipas këtyre rrymave ungjëllore. Duhet të thonë që nuk është i gjithë protestantizmi në këtë linjë, janë vetëm disa rryma, sidomos rrymat të cilat mbështesin sionizmin e krishterë. Lutja ishte e veçantë, zonja me të kuqe të rrogji shumë vëmendje në opinionin publik, Paula White Kane, e cila është dhe këshilltare shpirtërore e presidentit Trump,
e lidhur me të për një kohë shumë gjatë, madje në vitin 2016 kur ishen në fushat, zonja u drejtua me një lutje, është televangeliste faktikisht, u drejtua me një lutje të çuditshme ku përmend të fjalë pa kuptueshme dhe shumë njerëz në median amerikane i konceptuan si tekste ose simbolika të gjuhës djallit. Megjithatë, ajo që është interesante është kjo që në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë të djathtëve konservatorizmi rritet dhe influenca e tyre, qoftë politikën e jashtme, qoftë politikën e brendshme, qoftë në ushtri, vjen duke ushtuar rasti më edhe në këtë rast, edhe gjatë presidencës Trump kemi raste pafund, ndoshta ekzemplari më i madh ishte ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës Makabi në Izrael, i cili fliste për drejtën hyjnore të Izraelit dhe shumë herë për shumë kush dukej që ishte më shumë një lider fetar se sa një përfaqësues politik. Megjithatë ajo që duhet të them është kjo që ka një agent që mos e marrim të njëanshme, ka një agent religioze nga gjitha palët, zoti Rakipi. Domethënë, ndërkohë që Izraeli flet për Izraelin e madh bazuar totalisht në koncepte religioze, në Talmud, edhe Irani flet për Imam Mehdin, për imamin e zhdukur. Por edhe sionistët ungjillor flasin për rikthimin e dytë të Krishtit. Pra kemi një ngarkesë religioze përtej faktit që është një luftë në kontekstin e riformësimit të rendit të ri botror, është një luftë tjetër me efekte ekonomike globale, po ajo që është shqetësuese është pikërisht kjo pjesë, sepse në momentin që ligjërimi religjios zën vend në njërin palë, palët tjera dashje pa dashje do përdorin po të njëjtën tekst. Dhe kjo duke pasur parasysh që ketë bësh me dy besime shumë dha. Pavarësisht se bota katolike dhe bota ortodokse është komplet e diferencuar nga ky verdikt, po themi, brenda ungjillorëve, megjithatë rreziku ekziston që të përhapet më shumë. Ndoshta këto linja shkojnë dhe në funksion të asaj që Huntingtoni thonte para 3 dekadash, po vim në përplasjen midis feve ose midis kulturave. Ky ndoshta është rasti më ekzemplar këto 30 vite. Yazeti, përveç bombave tani kjo odhi Izraeli aty dhe Amerika gjitha dhe bombave që po prapen shumë, duket sikur po e vjedhin dhe lutjet. Se ajo edhe zona ku jeti zona ande, ajo pjesë, lindja e largët, po lindja e mesme përgjithsisht, ajo zonë e madhe e lutjeve. Është dhe kohë lutje është tani dhe të gjitha dhe duket sikur janë vjedhur dhe lutjet. Tani këto janë marrë dhe i bën presidentit të Amerikës. E pe lutjen të aty apo ja? Se ti thua pap është bërë ky tani, pap ishte ky, Kamenei e gjitha, po pap tani po bëhet dikush tjetër, të lutjet që i vajtën atë. Nga i kur mbaroj president mund të jetë pap. Janë shtuar pap. Po thaj, kur u bë papa Amerikan, tha, unë mund t'isha më i mirë të asaj. E tha Trumpi. E tha Trumpi. Ky katolik është Trumpi. Ungjillor. Ungjillor. Protestant. Është protestant. Ky s'bëhet të Pa më vështirë katolik me gjan kryet. Po vonë është bërë. Njerë ka ndodhë dhe ma nuk ndodhë. Vonë është bërë njëri fetar Trumpi, nuk ka qenë njëri fetar.